Koalicioni për Shqipërinë madhështore pra paraqitet para shqiptarëve me listën më dinjitoze, që është paraqitur ndonjëherë kjo parti me luftëtar të vendosur të kauzave të drejta të kësaj partie, të cilët në 4 vite kanë bërë betejat më të fuqishme që ka njohur opozita. Paraqitet me specialistë të shquar, me përfaqësues të inteligjencës shqiptare, të diasporës, të komuniteteve të ndryshme, dhe ndonjëherë nuk ka patur ndonjë përfaqësi kaq të plot para zgjedhjeve shqiptar. Përfaqësohen gratë të shquara, të rinj, të vendosur dhe energjik. Pra, kryesia do bëj përzgjedhjen përfundimtare të këtyre kandidaturave dhe jam i bindur se impakti i tyre tek qytetarët shqiptar do t'jetë i një faktori që çon pesh zemrat e tyre. Natyrisht, kjo garë elektorale e cila ka krijuar, siç keni pa vetë, një klim të pashembullt nga 90-ta deri sot, ka si frymëzim programin e Partisë Demokratike. Një program që në shtyllat e tij, në paketën e dhimbshurisë, në shtyllën Made in Albania, Shqipëria madhështore, është programin distancë më i mirë që kanë patur ndonjëherë shqiptarët para tyre dhe programi më realist.